Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është diela e 34 e kohës së rëndom dhe po ashtu është e kremtja e Jezu Krishtit mbret. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Krisht, Zotrues hynor i të gjitha sendeve, për ty jehojnë ndërtre me turma lutësish në kohë vjetore kur prap kthehen festat për t'i kremtuar. Vërtet, ky vend ushton nga zërat në tremet e mbretit të madh, e porta e qiellit të ndritshëm që i pret të gjithë që sulen për të futur në dheun e jetës. Kjo banesë shenjte e mbështjell turmën tënde, që për shpirtshme është plot me sakramente, për gjell qiellore ushqen me dhuratat jetës sa mshushme. Lutemi pra o Zot me fytyrë të qetë të bësh një shenjë duke drejtuar shërbëtorët që me dashuri të lartë kremtojnë gëzimet e tempullit tënd. Lavd i një llojt madhëroft prindin e epërm, për ty shëlbues, mbret i drejt ndër shekuj, le të jehoj lavdia e Shpirtit Shenjtë në përmbar botën. Amen. Antifona e parë. Është i ulur mbi fronin e Davidit, mbretëron në drejtësi e në paqe tash e përgjithmonë. Psalmi 110. I tha Zoti, Zoti tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vë armiqtë tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahërori, para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pij prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. është i ulur mbi fronin e Davidit, mbretëron në drejtësi e në paqe, tash e për gjithmonë. Antifona e dytë. Mbretëria jote qëndron në shekuj të shekujve, pushteti yt në të gjitha breznit. Psalmi 145, pjesa e parë. Do të lartësoj o mbret hyi im, dhe do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Çdo ditë do të bekoj, dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Zoti është i madh e i lavdërueshëm, e pashqyrtueshme është madhëria e tij. Breznia breznis do t'ja tregoj veprat e tua, dhe do ta shpallin pushtetin tënd. Do ta shpallin madhërinë e shenjtërisë sate, do t'i tregojnë mrekullitë e tua. Do ta tregojnë fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, do t'i kumtojnë veprat e madhërishme të tuat, do ta përhapin kujtimin e hirësisë sate të madhe, do t'i brohorisin drejtësisë sate. Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëri e amshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
Mbretëria jote qëndron në shekuj të shekujve, pushteti yt në të gjitha breznit. Antifona e tretë. Mbreti mbretërve është emri i tij, zotëri i zotërive. Atij i qof lavdia e pushteti në shekuj. Kënga krahason me librin e zbulesës, kapitulli 19, rreshti 1 deri në 7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjygjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyjin ton, të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdi atij. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij. Aleluja. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mbret i mbretërve është emri i tij, zotëri i zotërive. Atij i qof lavdia e pushteti në shekuj. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15. Krishtit i takon të mbretroj derisa t'i vërnën këmbët e tia të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do të asgjësohet do të jetë vdekja, sepse gjithçka ka vënë në këmbët e tia. E kur thot shkrimi i shenjtë, gjithçka i ka vënë në këmbë, merret vesh gjithçka me përjashtim të atij që ja nënshtroi të gjitha. E kur t'ja ketë nënshtruar të gjitha, edhe vetë biri do t'i nënshtrohet atij që ja nënshtroi të gjitha, që hyjë të jetë gjithçka në të gjithë. Përgjigje e shkurtër. Froni yt o hyj në shekuj të shekujve. Froni yt o hyj në shekuj të shekujve. Skeptër i drejtësisë, skeptri i mbretërisë sate. Në shekuj të shekujve. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjtë. Froni yt o hyj në shekuj të shekujve. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Mua më që dhën çdo pushtet mbi qiell dhe mbi tokë, thot Zoti. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshti 46 deri në 55, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të tij në amshim. Lavdia atit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mua më që dhën çdo pushtet mbi qiell dhe mbi tokë, thot Zoti. Lutjet e besimtarve. Ti brohorasim Krishtit, mbretit të gjithësisë, i cili është para të gjitha gjërave dhe çdo gjë që ndron në të. Plot me fe t'ja drejtojmë lutjen tonë. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht, mbret dhe bari yni,
Mblidhe grigjën tënde nga të katër anët e botës, udhhiqe në kullotat e së vërtetës dhe të jetës. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht, udhëheqës dhe shëlbues syni, për të rije dhe shentroje popullin tënd, forcoj të doptit, mbledhi ata që janë shpërndar, theri në njësinë e fesë ata të cilëve u mungon besimi. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht, gjyqtari i botës, na merr afër vetes në lavdi, kur ta dorëzosh mbretërinë tënde në duart e Atit. Na jep trashëgimin e amshuar të përgatitur për ne që prej fillimit të botës. Ardh mbretëria jote, o Zot. Mbreti i paqes, shkatroi mekanizmat dhe intrigat e luftës, bëj që të gjithë njerëzit ta njohin një periudhë të re drejtësie dhe paqeje. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht, trashëgimtar i të gjithë njerëzve, bëj që njerëzimi i shtyr prej shpirtit shenjtë të bashkohet në kishën tënde dhe mbar bota le të pranoj ty si udhëheqës dhe zotëri. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht, i paralinduri i atyre që zgjohen nga gjumi i vdekjes, pranoj vëllezrit tanë të vdekur në lavdinë e mbretërisë sate. Ardh mbretëria jote, o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shentroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ti deshe të ripërtrish gjithçka nëpër Krishtin, birin tënd, mbretin e gjithësisë. Bëj që mbar krijesat të liruara nga robëria e mëkatit, ti shërbejnë madhërisë sate e të lëvdojnë pa pushim. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyin.